Vrasje makabre në Gostivar, një grua është rëmbyer, vrarë dhe varrosur në një grop. Një rast i rënd ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut, atje është gjetur e varrosur trupi një gruaje e cila ishte raportuar si e zhdukur. Për këtë rast është paraqitur kallëzim penal kundër një 53 vjeçari nga fshatin e Gotim, komuna e Vrapçishtit, për shkak të dyshimit se ka kryer këtë vepër penale. Me 9 dhjetor, djali i viktimës kishte raportuar se nëna e tij H.A, 53 vjeçare nga fshati Raven i Gostivarit, ishte larguar nga shtëpia dhe më vonë kamerat e sigurisë kanë vënë re se ajo kishte hipur në një makinë Fiat dhe pastaj ajo më nuk kishte pasur qasje në telefonin e saj. Me urdhër të gjykatës, shtëpia e të dyshuarit ishte bastisur dhe ishte arrestuar edhe gruaja e tij, e cila ka pranuar se bashkëshorti i saj S.M e kishte kryer krimin me pistolet dhe kishte treguar vendin se ku e kishte varrosur viktimën. Deri më tani nuk ka informacione të sakta zyrtare nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila njoftoi se së shpejti do të dalë me detaje, por edhe me informacione që kanë dalë nga Prokuroria Publike e Gostivarit.